Lezhë po hyn në fazën finale të përgatitjeve për sezonin veror që pritet që zyrtarisht në javën e fundit të muajit maj. Në qendër të vëmendjes së Bashkisë Lezhë edhe këtë vit janë standardet e shërbimit dhe menaxhimi i pasërtisë në zonë përjetare në Shëngjin Detale. Në një tërëz me përfaqësues të biznesit turistike, kryebashkiaku Pierin Ndreu bëri të qartë që këtë sezon do të aplikohet skema re për menaxhimin e mbetjeve, sipas i grumbullimit do të bëhet me orare të përcaktuara dhe nuk do vendosen kosha për gjatë vijës përjetare, një masë që synon disiplinimin e operatorëve dhe pushuesve. Mos respektimi i rregullave sipas kryet të bashkisë do të shoqërohet me penalitetet e forta, që në raste të caktuara mund të shkojnë deri në ndjekje penale për ndosje mjedisit. Na duhet përshtatemi masivisht të gjithë llojet e bizneseve, sidomos në zona turistike, por edhe për te me skemën e re të pastrimit. Ne kemi krijuar ndërmarrje, kemi ndërtuar infrastrukturën e nevojshme, kemi përcaktuar oraret për biznesin dhe për familjarët, koshat do hiqen komplet. Do marrin vetëm tipologji koshash për mbetje të riciklueshme, sigur ka gjithë bota, për arsye se nuk mundet as edhe një biznes i llojit biznes i vogël, as biznesi i mesëm, as i madh të marrë gjithë mbetërinjat dhe t'i hedhë në koshat e mbetërinjave. Orar e pa orar, si doje e tek doje. As edhe një biznes nuk mundet të nxjerrë qoftë një fije, bari jashtë orarit. Në qoftë se nuk do ta bëjmë brisk këtë punë, kjo pastaj do na kthehet në një bumerang që në vend se me bëjë atë që duhet, ne do bëjmë një gjë që do t'i vijmë kokë dhe do shkatërrojmë turizmin tonë. Unë do jem 106 nisit disa ditë me grup punë, kemi një grup pune se ta dini ju. Kemi porosit dhe një shumë kamera televizshme. Administrata e para do të marrë vetë deklarimit kush punon në administratën e shtetit. Dhe nuk sillet mirë me mbetjet, do ketë problem. Ne do të shkojmë biznes në biznes. Kush biznes e bën rrugë dhe nuk merr vesh, do të fillojmë proces penal për ndotje për krime mjedisore. Nuk mund të dalim dot më marr me ta, pastaj na thonë jo po pse ma bëm. Vitet e fundit Bashkia e Lezhës ka njohur një rritje ndjeshme të numrit të vizitorëve dhe zgjatjet e sezonit, Shëngjin Detale po tërheqin gjithnjë me shumë pushues fal përmirësimit të infrastrukturës, rritjes së cilësisë së shërbimeve dhe promovimit të vazhdueshëm si destinacion turistike.